Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni, kjo ur ka nevojë për asfalt të ri. Një kamion I madh është ngarkuar me asfalt të shkrirë. Hidhe asfaltin këtu kamion. Piru I vogël, mos u ngut. Rruga nuk është ende gati. Për këtë arsye, rrotat e tua po e prishin atë. Oj. Më përpara asfalti duhet të forcohet. Apo jo, Leo? Aha. Aha. Mund t'i shkarkosh pjesët që ke sjell, sepse sot do të ndërtojmë një rul I cili do të na ndihmojë të sheshojmë asfaltin. Në fillim do të vendosim motorin në një platformë të madhe dhe të rëndë. Kabinën, timonin, ndënjësen e drejtuesit, mbulesat e rrotave, dhe vendosim 2 rrota në pjesën e pasme. Korniza e përparme ku vendoset cilindri. Dritat e përparme, oxhaku, dhe në qati 2 drita përforcuese. A është gati tani ruli? Jo, sepse nuk është cilindri për të niveluar dhe ngjeshur asfaltin. Le të shkojmë ta kërkojmë së bashku. Oho, robotët po e ndjekin Leon. Por edhe Leo tashmë ka gjetur diçka. Po, cili prej këtyre është cilindri I rulit? Kjo, e gjete të lumt. Shikoni, Leo po kërcen nga gëzimi. Hej, robot, çfarë jeni duke bërë? Ku po e çoni atë cilindër? Ata po luajnë me të. Robot, ndaloni! Leo dhe Piruni me zi I kapën. Na ndihmoni të vendosim cilindrin në vendin e tij. Shkëlqyeshëm.
Dhe tani le të shohim si do të punoj ruli ynë. Rruga dhe ura tashmë janë gati. Pirun i vogël, mund ta provosh pa frikë. E shikon që është gati? Mirupafshim herën tjetër. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Në kryqëzim, semafori është prishur. A i digjoni burit e makinave? Ata nuk mund të vendosin se kush do të kaloj i pari. Përshëndetje, Leo. Për të rregulluar qarkullimin, na duhet një makinë e policisë rrugore. Shkarkoj shpejt pjesët. Tani fillojmë t'i bashkojmë. Trupi blu. Ndenjëset e bardha. Timoni dhe leva e marsheve. Grila e radiatorit dhe dy mbrojtëset, e përparmja dhe e pasmja. Çatia e bardhë, dy mbulesat blu, e përparmja dhe e pasmja. 4 rrotat. 2 në njërën anë dhe 2 do t'i vendosim në anën tjetër. 4 dyer. Dy dritat përpara dhe 2 dritat nga pas. Ja dhe dritat treguese të urgjencave. Ja dhe xhami i pasëm. Oh, Leo! Po ku është xhami i parë? Ai duhet të ishte i vendosur në vendin e tij. Le të shkojmë ta kërkojmë. Ua, këtu pas ka shumë lloje xhamash. Të zgjedhim të duhurin për makinën tonë. A na duhet katrore? Jo. Po rrethore? Jo. Trekëndore? Jo, nuk na përshtatet. Ne kemi nevojë për këtë.
vendosim xhamin në vendin e tij. Makina e policisë rrugore tani është gati. Të lumt, Leo. Makinë, shpejt është koha për të rregulluar trafikun rrugor. Në fillim fikim semaforin e prishur. Vëmendje! Do të shikoni çfarë tregon makina e policisë. Kamionçini i vogël dhe makina e hapur do kalojnë të parët. Tani do të kaloj taksia dhe autobusi. Shkëlqyeshëm! Çfarë lloji është ajo makina që po ecën pas Leos? Është një vinç. Ai ka ardhur për të hequr semaforin e prishur në udhkryq, i cili duhet çuar për riparim. Në vend të tij do të vendoset një semafor i ri. Dhe ky punon. Tani çdo gjë shkon mirë. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kamioni Leo po lëviz përgjatë rrugës. Çfarë makine do të ndërtojë ai sot? A ta shohim? Leo, mos duhet të marrësh diçka nga kutia e rërës? Kovë dhe lopat. Ikim, Leo. Tani pjesët mund t'i shkarkosh këtu. Këto duken si pjesë të një zjarfikseje. Ta ndërtojmë atëherë. Kjo është kabina, ndërsa kjo është shasia. Tani le të vendosim dy dyert. Vendosim edhe rezervuarin e ujit. Kutia ku vendosim mjetet e punës. Në të do të vendosim kovën me rërë dhe lopatën. A e dini se zjarfiksit për të fikur flakët ndonjëherë duhet të hedhin rërë? Vendosim mbulesat e rrotave. Ja dhe rrotat. Mbrojtësia dhe dy dritat e përparme. Në pjesën e pasme do të vendosim mekanizmin rrotullues për shkallët. Por ku është shkalla? Robot, a dini gjë ku është shkalla e zjarfikses? Po çfarë janë këto? Ato janë dritat lajmëruese. Edhe ato na duheni. Leo, këto drita lajmëruese të duken ty si brirë të vegjël.
Po ku shkove, Leo? Ja ku qënke. Mos hunko, duhet të gjesh shkallët. Po ku mund të jenë vallë? Mos se vure regjë? Ende jo? Pa shiko pak më me kujdes. Shkallët janë pas kutisë së rërës. Le t'i vendosim shkallët tek zjarrfiksja. U krye. Dhe tani dritat lajmëruese. Tani makina zjarrfikse është gati. Në fillim le të mbushim rezervuarin me ujë. Shikoni, ajo po ujit lulet. Robot, mos keni dhe ju nevojë për ujë? Makina zjarrfikse mbushi pishinën e robotëve me ujë. Tani rosat kanë për të notuar aty. Oh, shikoni sa e dobishme është makina zjarrfikse.